resurset shtetërore përdoren për fushat. Në fakt, kemi edhe mendime se këto mjete janë nda edhe më parë, po gjithsesi bie në sy se vazhdimisht ndahen mjete shumë të mëdha maramendse për para fushatës. Dhe me thonë, një dit apo dy para nisjes së fushatës, sot e pash ishte shpall edhe kishte fillu edhe aplikimi për punëtorët e sektorit privat për nga 100 euro. Nuk është koincidencë që të gjitha këto ndodhin mu në prag të fushatës apo ditën e fushatës, fillimit të fushatës, e po ashtu deri diko tashmoj lirisht me thonë edhe bien edhe në domenin e fushës penale, sepse çdo keqpërdërim i mjeteve shtetërore apo mjeteve publike për qëllime të fushatës është vepër penale. Po, dhe këtu ka vend për hetime, ose si do duhej, kishte vendim për hetime, apo si do duhej të nisën? Po, mbledhja e qeverisë në orët e vona të mbledhje, të natës, një natë para se të fillon fushata, apo një natë para kësaj, me marrja e vendimit për 2 milion euro të cilat do të shfrytëzohen për fluturime apo për ardhje të mërgatës, lojnë shumë vend për dyshime, ngrejnë dyshime sepse asnjëherë, pra asnjëherë, na jemi që 27 vjetë pas luftës, ka pas shumë e shumë qeveri, asnjë qeveri deri më sot nuk ka nda mjete për fluturime apo për shpenzime të mergatës në këtë mënyrë. Me sa më kujtohet, mukja qeverie tashme ka kritiku ashpër përdorimin e gjipave, përdorimin e mjeteve, po resurseve shtetërore për fushat, ndërsa tani jo vetëm që shohim gjipa gjithandej Kosovës, sepse gjipa tashme nuk janë asgjë, po shohim një sasi të madhe të parave e cila shfrytëzohet për fushat. Ndarja e këtyre mjeteve, pra, jo që është keq që shteti të kujdeset për kategoritë të caktuara. Mirë po, shteti duhet të kujdeset për këto kategori gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohës së qeverisjes, e jo vetëm të kujtohet në ditët para fillimit të fushatës zgjedhore. Dhe në anën tjetër zonë, cila është përgjegjësia KQZ-s dhe PZAP-s për të monitoruar shkeljet gjatë fushatës? Marë parasysh përveç kësaj që e përmende që kur ka elementet veprës penale do duhen ndoshta të ndërhyjnë edhe prokuroria. Po, KQZ-ja nuk është se ka shumë kompetenca në këtë drejtim. Në fakt, PZAP-ja mund të shqiptoj gjoba në qoftë se dikush ankohet dhe në qoftë se vren se ka shkelje të rregullave të fushatës, ndërsa KQZ-ja nuk është se ka ndonjë kompetencë të madhe në këtë drejtim. Dhe sa efikase e konsideroni që ka qenë, sidomos PZAP-ja në zgjedhjet e kaluara, marr parasysh që ka pasur disa dënime, por që duke që gjua ka shkuar, duke u shpresuar, ka pasur shkelje të rregullave të fushatës. Po, PZAP-i ka shqiptu bukur një numër të madhë, me sa më kujtohet diku rreth gjysmë milioni euro dënime janë shqiptu për shkak të gjuhës së urrejtjes në kohë të fushatës, po si duket kjo nuk ka dhënë rezultat. Për më tepër duhet të theksu se këto gjoba subjektet politike i paguajnë nga i fondit të cilin e marrin nga KQZ-ja. Pra nuk është se japim para të veta, herën e kalume KQZ-ja nuk i ka përfil në fakt procedurat e veta ashtu si që është para pa me ligj, prandaj edhe ka ardhur deri tek ai manipulim, sepse komisionerët e kanë pas hapun rrugën, e kanë pas se nuk ka mbikëqyrje në këtë drejtim dhe kanë menduar se do të kaloj pa u marrë vesh.